Plakat e prillit pasdere ka shkullur ullinjt me rënj, pyje çati. Stuhia e fuqishme shkakton dëme kolosale në Mallakastër, banorët rrëfejnë për jetimet e tmerrit. Dhe vetëm pse na ndajnë pak ditë nga plakat e prillit, legjendat e motshme si duket çdo vit në këtë periudhë sezoni shkaktojnë luhatje klimatike dhe të temperaturave. Kanë mjaftuar vetëm 15 minuta stuhi e pazakon në fshatin Kalenj të Mallakastrës që 10 rënj ulli të shkulen nga rënjët dhe çatit e shtëpive të shkatërrohen. Banorët tregojnë se një stuhi e tillë nuk ka ndodhur kurrë në zonën e tyre. Sipas tyre, stuhia u përqendrua në lagjen Paja ku dhe dëmet ishin më të mëdha. Nuk u besonin syve, thonë të shokuar banorët. Ullinjt shekullor të atyre 30 vjeçar u janë thyer degët dhe u shkulën nga rënja, ndërsa tjergullat e çative fluturonin gjithandej. Fatmirësisht ndodhi pasdite, thon ata, kohë në të cilën banorët ndodhen në shtëpitë e tyre pasi stuhia mund të kishte dëmtuar edhe njerëz. Stuhia ra nga ora 5 pasdite, thot një banor. Ngjarja ndodhi shumë shpejt dhe shkaktoi dëme të mëdha. Nuk kisha parë ndonjëherë një stuhi kaq të fortë. U shkulën dyert dhe dritaret. Filloi nga lart, ka shkulur ullinj dhe rënjët dhe i ka çuar 100 metra më tej. Ka shkulur pyet, lisat kanë fluturuar çati. Qa nuk ka bërë, edhe pse u lajmëruan të tjerët për të ardhur të na ndihmojnë, nuk na kanë ndihmuar. Ende nuk kanë për të ardhur. Këtu nuk ka rrugë. Po të la miku do kalosh, edhe pse tatimet i kemi paguar. Ne nuk kemi ujë të pishëm. Unë e marr 1,5 kilometër larg ujin me zora çajet rrugës. Edhe pse 3 kilometër larg nga qyteti, jemi lënë në mëshirë të fatit, i bëjmë thirrje shtetit të ngjallet sepse nuk e kemi parë asnjëherë. Banorët po gjithashtu se në teren nuk ka dalë asnjë grup verifikimi për të parë nga afër dëmet, teksa shprehen mosbesues për dëmshpërblime pasi sipas tyre Kalenja është një fshat i lënë tërësisht në harresën e investimeve. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për ndihmë nga shteti pasi ndihen të braktisur dhe të lënë në mëshirë të fatit.